Protesta studentore në Serbi ka marrë një kthes të re, pasi studentët kanë bllokuar ndërtesën e radio-televizionit të Serbisë në Beograd, si dhe disa televizione të tjera publike në qytete të ndryshme. Studentët e Fakultetit të Mjekësisë, të cilët udhëhoqën këtë aksion, thanë se bllokada do të zgjasë për 22 orë dhe se nuk do të lejojnë hyrjen e askujt në ndërtesë, por punojësit e RTS-s mund të largohen lirisht. Përmes këtyre protestave, studentët po kërkojnë që qeveria të marrë përgjegjësinë për rrëzimin tragjik të një strehe betoni në stacionin hekurullor të Novi Sadit më 1 nëntor të vitit 2024, ku humbën jetën 15 persona. Policia serbe ka paralajmëruar se do të ndërhyjë vetëm nëse protestuesit përpiqen të hyjnë në ndërtesat e televizioneve me forcë. Megjithatë, situata ka degeneruar në përleshje, ku një polic është plagosur rënd në sy. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka akuzuar protestuesit për dhunë, duke i quajtur antar të plenuumit bolshevik. Nga ana tjetër, raportimet e mediave dhe pamjet e publikuara në rrjetet sociale sugjerojnë se polici i plagosur mund të jetë qelluar aksidentalisht nga kolegët e tij me uniform. Protestat pritet të vazhdojnë, ndërsa tensionet mes studentëve dhe qeverisë serbe po përshkallëzohen gjithnjë e më shumë.